India po shqyrton vendosjen e taksave të importit për disa produkte të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një kundërpërgjigje ndaj Washingtonit për çelikun dhe aluminin, tregon një dokument i paraqitur në Organizatën Botërore të Tregtisë. Pezullimi i propozuar i koncesioneve ose detyrimeve të tjera merr formën e një rritje të tarifave për produktet e zgjedhura me origjinë nga Shtetet e Bashkuara, thuhet në dokument. Megjithatë, aty nuk specifikohet se çfarë lloj produktesh mund të nënshtrohen tarifave. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara vendosën taksa për 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, një zgjatje e masave të vendosura për herë të parë në vitin 2018 gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump. India, prodhuesi i dytë më i madh në botë i çelikut të papërpunuar, shkrua në dokumentin e saj drejtuar OBT-s se detyrimet do të ndikonin në 7.6 miliard dollar produkte të prodhuara në vend që shkojnë në Shtetet e Bashkuara. Përveç taksave mbi çelikun dhe aluminin, administrata Trump ka kërcënuar me tarifa reciproke për 26% për mallrat indiane. Të dyja vendet po përpiqen të arrijnë një marrëveshje tregtare me New Delhin që ofron reduktimin e ndekut tarifor me Shtetet e Bashkuara me 2/3. India ka disa nga taksat më të larta në botë për importet dhe Trump e ka quajtur më parë vendin një abuzues të tarifave. New Delhi gjithashtu ka vendosur tarifa të veta për çelikun. Muajin e kaluar vendosi detyrime të përkohshme për 12% për të frenuar importet e çelikut të lirë, kryesisht nga Kina. Përveç përpjekjeve të saj për të kufizuar furnizimin në vend, India synon gjithashtu të sigurojë akses më të madh për eksportet indiane të çelikut përmes bisedimeve me vendet partnere.